nga shkenca në ditët tona e kanë përardhjen nga bota arabe. Ja disa nga shpikjet që janë bërë nga muslimanët. Kirurgjia. Afro 1000 vjet para erës sonë, një kirurg i famshëm musliman, Al-Zahrawi, publikoi enciklopedinë ilustrative për kirurgjinë prej 1500 faqesh, e cila në Evropë u përdor gjatë 500 viteve të ardhshme. Në shekullin e 13, një mjek tjetër musliman, i quajtur Ibn Nafis, përshkroi qarkullimin e gjakut 300 vjet para se William Harvey të zbulonte këtë. Mjekët musliman gjithashtu shpikën mjete anestezike dhe për zgjerrjen e opiumit dhe alkoolit, si dhe zhvilluan gjilpëra me zgavra për të thithur perden e syve, një teknikë kjo edhe sot në përdorim. Kafeja. Shumë pak njerëz njohin origjinën e kësaj pije. Për herë të parë u shpik në Yemen. Legjendat thonë se barinjtë kanë vëritur se ditët e tyre bëheshin shumë energjike kur ato hanin kokra nga disa drujnë të veçantë. Më pas, kafja u përhap në të gjithë vendet arabe, ndërsa në shekullin e 16 bëriti në Evropë nëpërmjet tregtarëve venecian. Sot rreth 1 miliard dhe 600 milion filxhan kafe konsumohen çdo ditë në botë. Miliarda njerëz janë të varur nga kafja në rutinën e tyre të përditshme. Makina fluturuese. Abaz ibn Firnas ka qenë njeriu i parë që ka shpikur një mjet fluturues. 1000 vjet përpara vëllezërve Wright kishte bërë përpjekje të pareshtura për të ndërtuar një makinë fluturuese. Në shekullin e 9, ai dizenjoi një konstruksion në formën e zogut. Ky model ka qenë frymëzim për zbuluesin dhe artistin italian Leonardo da Vinci. Sot aeroporti ndërkombëtar i Bagdadit dhe një krater në hënë mbajnë emrin e tij. Universiteti. Në vitin 859, princesha Fatima Al-Fihri ka hapur universitetin e parë, i cili i ka dhënë diploma në qytetin Fezu të Marokut. Motra e saj kishte hapur një xhami të cilën e shfrytëzuan edhe si shkollë. Sot, pas 1200 vitesh, ky universitet ende funksionon, vetëm për të rikujtuar njerëzit se dituria dhe shkollimi është një traditë muslimane. Algebra. Sistemi i numërimit i cili përdoret anë e kënd botës, për nga origjina me sa duket është në India, por stili i shifrave është arab dhe për herë të parë u duk në botim në veprat e matematikanëve si El-Khwarizmi dhe El-Kindi rreth vitit 825. Veprat e dietarëve musliman të matematikës u importuan në Evropë 300 vjet më vonë nga matematikani italian Fibonacci. Algoritmet si dhe teoria e trigonometrisë vijnë nga bota muslimane. Optika. Rreth vitit 1000, Al-Hatiham ka vërtetuar se njerëzit shohin objektet nga reflektimi që bën drita në to dhe depërton në sy. Njeriu i parë që zbuloi se drita depërton në sy ishte matematikani, astronomi dhe fizikani musliman i shekullit e 20, Ibn Haytham. Ai shpiku aparatin e parë fotografik ku vëreti se si drita depërton përmes një vrime në kanatin e dritares. Muzika. Shumë nga muzikanët musliman kanë pasur një ndikim të madh në Evropë. Disa nga instrumentet që kanë arritur nga lindja e mesme janë lira dhe rehab, paraardhësi i violinës moderne. Shkallat moderne të muzikës gjithashtu kanë përardhjen nga alfabeti arab. Furça e dhëmbëve. Thuhet se profeti Muhammed është ai i cili i pari ka popularizuar përdorimin e brushës së dhëmbëve rreth vitit 600. Duke përdorur degën e një peme të quajtur mizvak, ai ka pastruar dhëmbët dhe ka freskuar gojën. Substancat e ngjashme me mizvakun sot përdoren në pastat e dhëmbëve. Kriku. Shumë ka gjëra që përdoren në automatikën moderne, por herë të parë janë shfrytëzuar në vendet muslimane. Duke kthyer lëvizjen rrotulluese në lineare, kriku ka mundësuar ngritjen e lehtë të sendeve të rënda. Kjo teknologji është zbuluar nga Al-Jazari në shekullin e 12 dhe për një kohë të shkurtër është përhapur në të gjithë botën. Spitali. Spitalet të cilat i njohim sot e kanë fillesën e tyre në shekullin e 9 në Egjipt. Qendra e parë e këtij lloji ka qenë Spitali Ahmad ibn Tulun, e hapur në vitin 876 në Kairo. Ky institucion ka siguruar shërbim falas bazuar në traditën muslimane. Më pas këto qendra u përhapën në të gjithë vendet arabe.